E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar pak ngjarjet më të fundit dhe rrëfimet në fakt që banorët tregojnë brenda në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Afrimiteti që Gimbo ka treguar me Gjestin ka qenë një afrimitet që është duar trokitur gjithmonë, që në kohën kur Gjesti ishte pjesë e Big Brother VIP Albania, Gimbo ishte suporti më i madh jashtë i tij. Njëkohësisht është edhe Gjesti suport, por Gjesti nuk dëshiron që të ndikon në lojën e Gimbos, por privatësisht Gjesti është një suport i papar, sepse njerëzit mund të kapen pse Gjesti nuk poston foto, pse Gjesti nuk e nxjerr Gimbon, Gjesti është suporti më i mirë. Gimbo gjatë kohës kur po qëndronte me banorët brenda në shtëpi, pikërisht me Selinën, pasi që Selin do me thënë ka hapur zemrën dhe i ka treguar një gabim jete që ka bërë, që ka bashkuar babin dhe mamin e saj pas një tradhëtie që ka ndodhur, DJ Gimbo është hapur dhe ka folur për Gjestin. Natën që vllau i madh vendosi në fakt që ta transmetoj këngën e Gjestit në shtëpi, Gimbo u mërziti jashtëzakonisht shumë sepse jeta e tyre ka treguar që ato të dy janë rritur bashkë, kanë patur një afrimitet shumë të bukur jashtë dhe kanë qenë shumë shok të mirë rreth njëri tjetrit. Por çfarë ka thënë ai për Gjestin? DJ Gimbo ka folur për raportin me Gjestin me banorët e Big Brother VIP Albania 5, konkretisht me Selinën. Ai thot se punon me të ja 8 vite dhe se njihen familjarisht me njëri tjetrin. I njëjti theksoi se pas rastit të fundit të tragjedisë në familjen e artistit, DJ Gimbo ka qëndruar në shtëpinë e Gjestit për 2 muaj. Ai thot që 8 vite punojmë bashkë, nuk jemi ndarë kur. Baba i tij është baba im. Ska aty, motra e tij është motra ime, edhe pik, u shpreh DJ Gimbo. Më tutja i tham, e kam si familje të dytun. Në kohën e fundit kam qëndruar tek ai 2 muaj në shtëpinë time me të. Akoma nuk jam kthjell e shoh në ëndër Eldionin. Vllai i Gjestit ndrojet në shtator vitin e kaluar nga një aksident me motociklet, ndërsa Gimbo me lot në sy tregon që i ka qëndruar Gjestit afër. Gjesti dhe Gimbo me patjetër që do t'i qëndronin afër njëri tjetrit, edhe në varim ishte Gimbo ai që e përqafonte, që i qëndronte afër, që i dhuronte dashuri, dhe kjo në fakt e bënte që Gjesti të ketë edhe forcë. Do thënë, në këtë botë ka dhe një vlla që ndoshta nuk e ka gjaku, por jeta na mëson që ne në jetë të kemi njerëz që nuk i kemi të gjakut, por na bëhen si njerëz të gjakut, dhe pikërisht, do me thënë, DJ Gimbo tregoi këtë ndjesin. Unë uroj që gjithmonë të vazhdon kjo shoqëri dhe të jetë një shoqëri që të duar trokitet edhe nga publiku.